Antidroga Tiranës ka arrestuar një nga furnizuesit kryesor të heroinës në kryeqytet. Në pranga ka përfunduar Gëzim Muhameti, i njohur me nofkën Gëzim Qorri, i cili prej më shumë se 20 vitesh ishte i përfshirë në fushën e narkotikëve. I arrestuar gjithashtu dhe shoku i tij Julian Prençi. Të dy këta persona u kapën teksa ishin bërë gati për të shitur mbi 1 kilogram heroin. Droga kishte për qëllim të shitej në doza më të vogla në disa zona të kryeqytetit, sidomos në Tiranën e Re. Muhameti konsiderohet si një nga furnizuesit kryesor me heroin i grupeve të tjera më të vogla kriminale në Tiranë. Madje hetuesit kanë dyshime se jo vetëm në kryeqytet, por Muhameti kishte lidhje dhe transportonte drogë dhe në Itali, raste që po verifikohen nga agentët antidrogës. Burime bëjnë me dije se heroina ishte siguruar në qytetin e Elbasanit. Gëzim Muhameti ishte lidhur me grupet kriminale në këtë qytet, ku blinte lëndë narkotike. 51 vjeçari pasi merrte heroinën, furnizonte grupet kriminale në Tiranë, ndërkohë origjina drogës ishte nga Turqia. Heroina sekuestruar nga agentët antidrogës ka vlerën mbi 50.000 euro në treg. Gëzim Muhameti figuron i dënuar dhe me parë për drogë.